ta lexuar biografinë e tij, kam derin ta pres nën kryetarin e Aleancës, njëkohësisht shef i grupit parlamentar dhe deputetin më aktiv në Kuvendin e Kosovës, zotin Besnik Tahiri. Falenderit shumë, rënoft Kosova, rënoft shteti, rënoft Ramushi! S'po ta qore pa e thonë kështu se na va shumë emocione, na preku shumë, po na boni edhe shumë krenar. Falenderit Ramush, falenderit kryetari jonë. Të nderuara delegate dhe delegat të këtij kuvendi madhështor, të kësaj ngjarje historike për subjektin ton politik, të dashur miq anë kont Kosovës e nga diaspora, sot që na keni nderu e që jem bashkë këtu. Të respektuar luftar liris, po ju shoh shumë atje, një aplauz për ju. Për krahas që kur nuk e lat Aleancën dhe Ramushin vet, faleminderit nga zemra. Nderuar zonja dhe zotëri, sot në këtë kuvend tonin nuk po flasim vetëm për një nominim politik të kryetarit ton Tarshom Ardian Gjini. Sot po flasim për një histori sakrifice, për një përkushtim të pashoq dhe për një besim në subjektit politik pa kur një kalkulim të Aleancës për Armiqin e Kosovës në liri dhe në shtetin e Kosovës. Po flasim për rrugën e një partie që nuk është ndërtu në interesat ngushta e në kalkulime elektorale. Po flasim për një subjekt politik që ideal e ka pas lirin, e ka shtetin dhe dinitetin kombëtar. Po flasim për Ramush Haradinajn, që ndërtoi një parti politike që ishte themeli i shtetit dhe nuk ishte parti që kërkon pushtet. Ai ndërtoi një forcë politike. Ai ndërtoi një forcë politike që në gjitha etapat i mblodhin njerëz më të mirë të këtij vendi, për të shërbyer lirisë, pavarësisë dhe shpërndërtimit të Kosovës. Kjo rrugë nuk ka qenë e lehtë. 2 herë, në 2 pozita, kryeministri jonë është dashur me dhënë ndërheqje. Por asnjëherë, edhe atëherë ku na u ndërprer rruga, nuk u lodhëm dhe nuk u nalëm dhe nuk u tërhoqëm. Sepse kjo parti bazohet në parimet forta e të fuqishme se duhet me i dal zot këtij vendi. Çdo njeri prej jush këtu, pa dyshim i keni pas sakrificën dhe munin e ju për me majtë këtë parti të fortë që do tjetë edhe më e fortë. Dhe sot kam nderin që para jush t'i them disa fjalë për kolegun tim Ardian Gjinin, që po e bëjmë një aplauz edhe për Ardianin. Ardian Gjini është një ndër figurat e vetme në shtetin e Kosovës, i cili gjatë karrierës së tij politike e ka përmbyll ciklin e shërbimit për vendit para luftës, gjatë luftës, me njëherë mas lirisë dhe në gjitha funksionet publike. Ai e ka përvojën e veçantë si askush tjetër. Ka shërbyer në komunë, ka qenë i zgjedhur në komunë, është kryetar komune, ka qenë ministër dhe mbi gjitha, ka qenë krahu i djathtë në çdo etapë, si në liri, si në luftë, si gjatë kohës në burg i Ramush Haradinajt, dhe asnjëherë nuk është dorëzuar. Andaj, me nder dhe respekt, me përgjegjësi të madhe, nominoj Ardian Gjinin për kryetar të Aleancës për Armiqin e Kosovës. Urime Ardian. Faleminderit shumë zoti Tahiri, e sigurisht është e natyrshme që në këtë ceremoni të kemi edhe momente emocionuese, por njëkohësisht edhe momente krenarie për këtë rrugtim politik të Aleancës.
Ashtu si që e prezantoj edhe zoti Tahiri, më leoni dhe kam nderin që taftoj kandidatin për kryetar të Aleancës, kryetari i Gjakovës për 3 mandate, si dhe kandidat për kryeministër zotrin Ardian Gjini. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithëve. Shumë faleminderit. Faleminderit. Shumë faleminderit. Delegate, delegat, vëllezër motra, miq të Aleancës, mysafir dashur që jeni sot këtu në këtë kuvend të jashtëzakonshëm, kuvendin e 10 të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Është krenari me qenë një për jush, është krenari me qenë pjesë e kësaj partije kaq të jashtëzakonshme, njerëzve kaq të jashtëzakonshëm. Shumë faleminderit secilit për jush. Po që jam i emocionuar edhe unë, sikur secili për jush. Absolutisht. Edhe pavarësisht faktit që kur dalim me folë në momente ekzistoj edhe bëm gati edhe na rregullojnë fjalime, gjithë çka ndodh, prap se prap duhet me nis diqyshun, duhet me nis diqysh se çështë jam mësu, me nis diqysh pak më ndryshe. Edhe po e nisi veç me një pyetje pa të çuditshme, e di që është e çuditshme. Me pyetjen a është politika altruizëm? Çfarë do të thonë altruizëm? Do të thonë me pas njerëz të cilët japin gjithçka për vendin, për kombin, për njerëz që i rrethojnë, por nuk lypin kur gjë në kthim. A është? E po ju tregoj që bota e mençme ka vendosur moti që nuk është kret, po e ka vënë në binar normal. E ata që këtë kohën thojnë që janë altruist, faktikisht janë këtë kundërta. Është një farë sistemin cilin kanë thonë na kur gjë s'marrim, na as nuk kem parë në banka. Kur gjë nuk kem na, veç japim. Në fakt, që është rrena më e madhja që ka ndodhur në historinë e njerëzimit. Rrena më e madhja në historinë politike të njerëzimit është që njerëzit thonë që na jemi ata që veç japim. Pse e nisa kështu? Mi u tregu që në botë ka altruizëm, ka. Të vërtetit janë luftarët e lirisë. Kushdo që o nis me luftu për vendin e vet, pa rrogë, jo konskript, jo i rekrutum, po vullnetar. Kushdo e ka tregu momentin e vetëm që ekziston kur mundemi diçka me quajt altruizëm, se ka shku me bo diçka për vendin e vet, për popullin e vet, pa e ditë ndonjëherë a ka me marrë diçka, bile tu e rreziku krejt çka ka pas. Edhe prapë ju tregoj pse e nisa kështu. E nisa kështu se kem rri si popull, si vend, në një moment kur mohohet altruizmi i vërtet i njerëzve që kanë dhënë gjithçka për vendin e vet, e mashtrohet